Të ura Bishtazhinit Gjakov. Në ndërkohë që do t'ja tregoj sot urën e vjetër, që është ndërtuar në mësjet, mund ta shikoni këtë në të cilën kalojnë veturat edhe mjetet e rënda. Kjo është një pjesë e parë, një plan i parë i saj këtu. Në ndërkohë, unë po ecën e drejtem të kësaj urës këtu, si që për shikoni, delet po hynë këtu poshtë, po i qojnë të kullosat, kështu një urë është mirë sepse është edhe mbi kalim edhe nën kalim. Mund ta kuptoni qartë që kjo pjesa që është bo me beton, është bo gjatë viteve 80 me duket, ndërkohë rekonstruksioni i kësaj ure është bo gjatë kohës më parshme, edhe kuptohet që kjo ure është e vjetër dhe shikoni tani në sistemin e saj origjinal se si është ndërtuar në mësjet. Kjo është prap një pjesë e urës ekzistuese, domethënë urës ku kalojnë mjetet. Sigurisht që kjo ura këtu, ura vjetër këtu, kjo do t'i mbante, por si që shikoni këtu vetëm ja mundësi që të kaloj është vetëm një mjet. Nuk është e mundur që të kalohen 2 mjete, për shkak sepse gjerësia saj me sy të lirë sa po shafon nuk është më shumë se sa 3 metra, domethënë nuk është më shumë se sa një korsi normale e një rrugë e fshatit. Prandaj kuptohet qartazi arsyeja se përse nuk përdoret më. Ndryshe nga ura e shenjtë, që do të shkoj pastaj edhe atje do t'ja bëj një video, e cila është shumë më e gjerë, por edhe ajo patjetër ka sfidat e veta kur përballë kalohesh me mjetet e tjera. Por kjo ura këtu kuptohet tani është vetëm një monument që mund të kalojmë në turist, bagtit e fshatit, fshataret, por sigurisht që nuk përdoret më. Tu lumi që kalon. Kjo është pika më e lartë e urës. Unë këtu mund të shikoj qartazi, pjesën nga ana perëndimore, që është më poshtë se sa këtu. Edhe kjo pjesa këtu mund të shihet qartazi se si është ana e saj lindore më poshtë. Jug lindore, dhe kjo është ana tjetër vere perëndimore. Këtu në ndërkohë shikoni se si është lumi që kalon këtu. Këtu është lumi Renik. Pastaj do të shkoj aty poshtë, po derisa të shkoj poshtë, ndoshta mund t'ju drejtona pak ball për ball, edhe në këtë mënyrë ju përshëndes nga ura Bishtazhinit. Më sa kam kuptuar gjatë historisë kjo urë ka pasur emra disi të ndryshëm, por ne sot të gjithë këtu ose të paktën ne që nuk jemi nga zona e Gjakovës i referohemi si ura Bishtazhinit, sepse këtu përballë është fshati Bishtazhin. Sigurisht që çdo monument ose çdo urë ka një emër të vetin. Edhe siç e dini, për shembull shumë vendet e vendit tonë ose qytetet e vendit tonë ndryshe mund të jenë quajtur në një kohë tjetër historike dhe ndryshe quhen sot, por sidoqoftë e rëndësishme është që ta them kur ta themi po shkoj në filan vend ose në filan pikën, njerëzit të cilët jetojnë në epokën tonë ose në kohën tonë të kuptojnë se për çfarë ose për çfarë është duke folur ose për çfarë në këtë rast po flitet. Më ndërkohë mendoj që e rëndësishme është që këto si të thush monumente, të cilat janë të ndërtuar me shumë mund dhe shumë djers në kohën e shkuar, qoftë nëse janë një shekull më përpara ose shumë shekuj më përpara, është e rëndësishëm të si të thush të ruajmë edhe një farë forme edhe të shfrytëzojmë rastet e tilla për shkak siç është kjo fundjava këtu sot që kam sjell familjen dhe në ndërkohë kisha shumë dëshirë mi au tregu këtë vend. Por shikoni pak si një eko, për shkak se unë jam poshtë harkut, poshtë njërës
nga harqit e urës këtu. Edhe sigurisht që po mundohen të ju flasë në mënyrë të drejt për drejt dhe një farë forme t'ju tregoj për këtë vend të bukur. Shikoni tani pamja këtej, se si duket ura në të cilën kalojnë mjetet e tjera. Në ndërkohë, kjo është ura, ose kjo është njëri nga harqet kryesore të urës. Në ndërkohë, kjo është një pamje që po e marr këtu nga poshtë, edhe ku shifen harqet e urës. Për shembull, nga kjo mund të shikojmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harqe i shikojnë nga këtu, por janë edhe disa të tjerë matutje, sepse faktikisht e harku i 6 është harku më i lartë ose pika më e lartë. Prandaj me qenë që 6 nga pika kryesore dhe këtej, besoj që dhe andej duhet të jenë 6. Me qenë që është një urë rreth për afërsisht rreth 200 metra, është pak e vështirë ta kape me një plan ose me një pamje, për shkak sepse e shikoni se si aty matutje ma ta në lubin ka shumë vegetacion pemë dhe nuk shikohen. Për shikoni që këtu ka disa mbeturina, por jo, në pamja si thënë nuk tregon çdo gjë. Këto mbeturina nuk është që i kanë sjellë fshatarët ose vizitorët tani. Këto janë mbeturina që gjatë përmbytjes deri këtu ka qenë mbushur komplet me ujë. Domethënë komplet kjo pjesa këtu që ju shikoni ka qenë në ujë gjatë përmbytjeve që ndodhen në janar. Prandaj të gjitha këto mbeturina që mund t'i shikoni tek e tuk të kjo pjesë, realisht janë mbeturina të cilat ujt kur është fryrë ose kur ka ardhur një sasi tepër e konsiderueshme ujt, si pasojë tani kanë ngel. Kuptohet që tani ata të cilët janë banorë të zonës ose komuna ose kushdo institucion i cili ka një farë përgjegjësie për ta mirëmbajtur këtë vend, patjetër që duhet të kujdesen që të heken ose të hekin këto mbeturinat që janë këtej. Kjo është tani një pjesë se si vjen lumi në përshtratin e tij origjinal ose në përshtratin e tij të dur dhe shikojni se si tani kalon të dy harqet kryesore që janë këtu tek ura. Kjo është ndoshta pamja më e mirë në këto momente që po kapi të urës. Edhe si që shikoni këtu ka një lloj shititore, ka vende ku mund të ulesh të pushosh, por si thash në këtë rast e shikoni qarta se si disa prej infrastrukturës këtu është dëmtuar gjatë vërshimeve. Besoj gjatë vërshimeve të këtij viti. Ja se si duket edhe pjesa tjetër. Besoj të gjithë ju e dini atë shprehjen që thojnë sa ujë kalon në urë, duke ju referuar kohës. Edhe kjo urë mendohet që është ndërtuar në shekullin e 15, prandaj ja ku jemi në shekullin 21 tani. Domethënë kanë kaluar mbi 6 shekuj nga ndërtimi i kësaj ure. Edhe kur e kuptojmë me konceptin e kohës, vetëm mund të imagjinojmë se sa njerëz, sa mallra, sa kafsh, sa kush e kush ka kaluar mbi këtë urë. Në këtë rast jam në këtë drejtim për shkak se dielli po e godet më mirë këtë pjesë, prandaj shihet më mirë. Edhe këtu mund të shikoni një pamje tjetër. Një gjë brezlense që sa e shoh ndërtimet e vjetra është kjo, që këto nuk kanë as edhe një fije armatur brenda, me sa di unë. Domethënë në kohën që janë ndërtuar nuk ndërtoheshin me armatur, por mënyra se si janë të lidhur gurët njëri me tjetrin janë ata të cilët japin forcën ose integritetin e jashtëzakonshëm në këtë rast kësaj ure. Prandaj është shumë interesant të ishe banor i shekullit të 15 këtu në Bishtazhin dhe të shikoj mënyrën se si është ndërtuar kjo urë. Besoj që duhet këtë qenë jashtëzakonisht interesante. Një pyetje që kam për shembull në hyrje dhe në daljet e saj ta ka pas far trau, far takse me pagu. Ndoshta edhe kjo ka qenë diçka të cilën banorët atëhershëm është dashur ta bëjnë. Në ndërkohë kjo urë është e famshme edhe për një skeç humoristik.
Nëse shkoni kërkoni skeqin humoristik të Besimdinës që don mu hedh për shkak se I ka njërit borxh pare nga ura, është fiks kjo ura këtu, të cilën ai e ka zgjedhur si vend për ta bërë skeqin. Edhe shumë bukur. Këtu siç e shikoni, ka një sistem ndriçimi që faktikisht është jashtëzakonisht I rëndësishëm që sidomos gjatë mbrëmjes ose gjatë natës që kjo urë të ndriçohet dhe në një farë mënyre I gjithë harku këtu të jep atë shkelqimin e tij. Por se sa është funksional nuk e kom pa, të gjithë ju që jeni në perëndim, këtyre gjonave ju kushtojnë jashtëzakonisht rëndësi, sa më të vjetra janë monumentet ose ndërtesat, aq më bukur I ndriçojnë që në një farë mënyre realisht të del bukuria tyre në pa, sidomos gjatë natës. Dhe sidomos gjatë natës shikohen tepër bukur. Si që shikoni aty poshtë pas ka pasur përforcim me anë të betonit, edhe ju mund të mendoni se përse është dashur kjo, por besoj po të kishit kaluar mbi këtë urën tjetër ku kalojnë mjetet tani gjatë muajit janar, do ta kishit kuptuar dhe arsyeën kryesore se përse kësaj ure I duheshin ato përforcime shtesë, për ndryshe forca e ujit se forca e lumit do ta kishte marrë me vetë. Prandaj duhet që në mënyrë graduale këto monumente të ruhen, edhe sigurisht përveç se të jenë me raste të tilla ku mund të kalojnë pak kohë me familjen, të jenë edhe një fshej, një farë forme e arkitekturës së mëparshme. Edhe sigurisht që këtu duhet të ruhen. Edhe kjo është një pamje këtu në hijet e kësaj pjese këtu. Dhe si thash, pjesa më e bukur është kur hyn poshtë saj, në momentin që dëgjohet këtu dëgjohet eko I zërit tim. Edhe mund të shikohet më qartë edhe harku këtu. Sigurisht që unë kam kaluar me mira herë në këtë pjesë, edhe sa herë kam kaluar ka qenë pothuajse gjithmonë e pamundur të mos e kthej kokën këtej për të parë këtë monument. Edhe normal që, si thash, gjanat e vjetra janë ato të cilat na tërheqin shumë dhe të cilat na tregojnë faktikisht që kur njeriu ka dëshirë edhe kur ne si njerëz duam, domethënë ndërtojmë ura të cilat mund të lidhin një pjesë të lagjës me një lagje tjetër, ose një pjesë të qytetit me qytetin tjetër, ose një qytet me një qytet tjetër, si thash, ose një shtet me një shtet tjetër, kuptohet ka dhe ura të cilat lidhin kontinente me kontinent, për shembull është ura e famshme e Bosforit, edhe sigurisht që një ndër urat që për mu ka qenë jashtëzakonisht mbërslënse kur kam kaluar, ka qenë ura që është në Kroaci, që shumë për juve të cilët vinin nga perëndimi, kaloni andej, por një ndër urat që më kalon goxha përshtypje të mirë ka qenë edhe ura e Patras në Greqi. Edhe atje ndoshta po të kaloj një ditë, që mund të ndaloj edhe mund t'ja bëj një video, siç t'ja bëj një video sot këtu. Edhe ja mund të shikoni se si edhe familjet e tjera që në këtë moment zgjedhin për të kaluar këtu kohën me piknik. Okej, tani po ju përshëndes sepse duhet shkoj t'ju bëj një video tjetër tek ura e shajt. Ciao, faleminderit.